sepse është momenti për të shpallur finalisten e fundit. Gerta, suksese? Hajde, forca. E ndërkohë që Gerta dhe Egli shkojnë në arenën e Storm, unë pres Zarfi në studio. Faleminderit Afjon. Okej, ju ftoj të qëndroni në vendet e caktuara nga ndriçimi. Dhe më lejoni t'ju them që të dyja ju keni qenë dy nga emrat më të rëndësishëm të këtij edicioni dhe për këtë ju falenderoj në emër të publikut për gjithë emocionet që na keni dhënë, gjithë momentet e bukura, gjithë emocionet pas të cilave jemi apasionuar. Në finale, shkon finalistja e fundit është Egli! Jo, isha përgatit për emrin e Gertës totalisht. Urime Egli! Realisht, se këtë shumë të forë të nuk e besoj akoma. Ej, Ledion! Gerta, më vjen keq. Ju dua shumë. Jam kolaps, nuk ditan jam një moment shumë të vështirë nga më përpara, në këtë gjën tani jam një kështu në një përplasje të frikshme emocionale. Po faleminderit nga shpirti, nga zemra, faleminderit, ju dua me gjithë shpirt. Ju dua me gjithë shpirt, faleminderit publikut, mami, babi, Jadola, faleminderit shumë. Jam e lumtur që do qëndroj që të paktën të jem afër gjestit, kjo është më e rëndësishmja. Ju ftoj të ktheheni brenda. Faleminderit Ledion, faleminderit shumë. Edhe të përcjellim Gertën për në studio. Për veten, jo për ty. Gerta. Hajde, suksese. Që toftë më i miri. Hajde, du ta qëmë të dera, du ta qëmë. E di se shokur po ishte atë tëmë. Urima. Vetëm për prisat tënde e që të okej po vinë studio. Hajde për cilin Gertën njërë. Po, nuk e do vetëm hallin e vetëm shkisha në kokë ishte që do duhet ta shoh 7 ditë nga jashtë, derisa dali dhe me pa kur t'i rria aty. Besoj e kanë thënë. Ose jo se kanë thënë do ta shoh. Ditë e keqe sot. Atëherë, Egli, të lutem, këtu i kam rrobat. Pa, e di. I kam këtu. E di, pa merë të tja këtu, edhe
Këto dhe këto sirtare. Do t'i rregullojnë gjitha. Valizhet, ngjeshja aty ke valizhet do me t'i gjitha. rregullojnë gjitha. Make-upet kam ato 2 sirtarët e ditit. Pa merak e di. Edhe tek këpucët, Pucët I dim ku janë. ja një sekund. Ta shpjegoj pak edhe pjesën e. Ke edhe një çantë. Janë 2 çanta. Ja, shpejt. E Shikoni. di që I di kush janë të tua të gjitha. Pa problem, ke edhe një çantë. Po, futini këtu, është një çanta këtu Mos e poshtë. ke problem. Ja, një sekond. Përveç këtyre, janë dhe këto këtu. Okej. Çfarë numri ke këmbë Gjerta? 38. Këto janë Okej, çizmet, mos e ke këto këtu. Okej. Edhe është një çantë poshtë. Okej, mos e ke marrë. Kaq gjëra kam, s'kam të tjera. Rije qetë do shikoj gjitha. S'ka problem. Hajde, suksese. Kujtof me Shijoj kalamaj. Faleminderit. Përqafoj gjithë në familja. Dhe shijo suksesin. Gerta Gigjari lë shtëpin. Gerta të pres në studio. Atëherë, mbyllet derën Rozana, Treshja po ju lë me njëri tjetrin sa të kthehet edhe Gjesti, sepse tashmë jeni ju të 4 dhe uroj që keni një javë për ta mbajtur atë shtëpi gjallë. Dhe me sa duket, të Big Brother e fitoi divani blu, që nuk hëngrën kokat e njëri tjetrit. Pra dolën opinionistët huq, nuk I hëngrën kokat e njëri tjetrit. Pra, do njerë, Ndonjëherë dalin dhe ata huq. do njerë. Jam pak më I madhu në moshë dhe parashikimi im. Ledion. Amim. Ah, Ami finaliste. Ua, është e pabesueshme e para, e dyta gjatë gjithë kohës, po mendoja vetëm momentin që do vija në studio edhe që do rria 7 ditë derisa të dilte ai nga këtu dhe t'i shikoja 24 orë si po kujdesesh nga këtu brenda. Po të lutem, a mund t'ja jepni lajmin nëpërmjet asistentëve që dola finaliste se Me siguri e ka marrë. ja kanë dhënë. Me siguri e ka marrë vesh edhe ja prite kur po vjen, kështu që. Faleminderit me gjithë shpirt për mua është ëndër, akoma nuk e besoj dot. Ju dua shumë. Ju kam shpirt. Okej, po ju lë për pak momente aty. Tani, Nuk e di, e mban mend, ka qenë një moment që po bënim lojën me divanët, edhe këta të 4 kanë qenë tek dhoma e surprizave. Mbani mend? e mbaj mend, po unë kam një pyetje. Këta të 4 e fitojnë Big Brotherin apo vetëm njëri? Vetëm njëri ka. Atëherë koka do t'i hanë me njëri tjetrin. Në rregull jena ne. Ka opinionistu. Jo, po shiko, po finalja nuk quhet o got. A, nuk shuhet, unë finale, unë mendoj që 4 muaj për atë finale Se pra bëhet. shu, do ham kokat të njëri tjetrit edhe ne këtu. Nise, kush e priti me gzim vajtjen e Eglit? Livja? Okej, ha. Kaloj edhe një mikrofon shkëlzenit. Të shi, batutën e kultukut blu ma dhive mu, thujt vërtet. Taniva, vërtet? Unë nga ky vesh nuk dëgjoj. Nëse po qesh. Megjithatë, po, kultuku blu janë 4 finalistët e mi këto. Fiks, si që imagjinoja, si që shpresoja unë finalin. Që Den, besoj e shumë I lumtur, apo jo? Tepër I lumtur, të paktën shoqë që ndodhi diçka e mirë, mas shiut dhe Lylberi kanë thonë, po doli I dilli I madh biles, edhe jam shumë I lumtur. Balbona? Jam shumë e lumtur, madje unë dhe Xeni edhe festuam në momentin që dëgjuam emrin e Eglit. E meriton plotësisht dhe është 4-sha më e bukur që mund të kishte finalja e Big Brother VIP Albania, kështu që urime.